telefonin. Alo? Ti je? Era, Po. Kush është? a ka ardhur gjë policia në shtëpi për kontroll? Jo, po ti ku je, nga po flet? Dgjoj, këtu policia mund të vi sot, por mos u shqetësoni se nuk kam bërë asgjë, ha? M'jep Lolën tani patjetër. Lolën. Lola. Flori. Alo. Më merr telefon nga puna. Mirë. Foli mami se është shumë merak. Më pafshëm bashkë. Alo Flori, po ku je me të keq qenë mami, ku je? Po çfarë ke bërë objekti, çfarë ke bërë? Ha? Dëgjova sakris më këtu afër shtëpisë dhe më luajti mendja e kokës për ty. Alo? Flori? Nuk e dëgjoj më. Alo. E kam mbyllur. Do e mos, se s'ka gojë të flasë. Çfarë tha? Tha që mund vi policia për kontroll, po mos të bëni merak, tha, unë nuk kam bërë gjë. Dhe policia na duhet. Kur na fliste, ku ishte? Nuk e di, nuk më tha. Edhe unë e pyeta po s'më përgjigj. Që ti në gjëpëri më shfutur. Çka ndodh? Ashtë kem. Flori mori në telefon. Edhe? Nuk foli me mua, foli me Erën. Për këtë erdhe ti? A i tha se mundi policia në shtëpinë tonë sot. Po edhe mund vi. Si edhe mund vi? Po ti nuk mundi ndalosh? Si? Kush jam unë që mund ndaloj policia? Po sa i përderisa ka hyrë në të vallë, duhet edhe të heq pasojë. A ke marrë vesh në një tjetër? Shëngatruar keq. Ose edhe në mos qoftë ngatruar, duan ta ngatrojnë. Edhe në raste të tilla hum gjithmonë me i dopt. Di arrestuan dhe atë komshion tonë, atë bosin. E i bosi sot do të lirohet. Bosi do liroka. Djalim do ju brënda. Drita, ikë në shtëpi. E që të boftë motra kur bandi më e që. Ikë në shtëpi tani sa kam punë, do të vi më vonë. Aman, na bando i ndërman, po të them. Po se kur vërtet vi policia në shtëpi? Ha? Hapini derën. Ti hapim derën. Era prit, ku do shkosh? Do iki fare. Po ku do vesh? Bile do kthehem, do marr xhupin, librat e do ikin në shtëpi fare. Dale, prit. Hajde, pse bën si kalama? Një rast është. Nuk është puna aty, më thoni. Kam 4 vjet që lodhem duke mësuar, nuk kam marrë një 8, jo më një 5. Do shkojmë dhe për studime jashtë shtetit. Po ti e kupton që shtëpinë tonë është krijuar një atmosferë që nuk mësohet. Gjithë kërtasin tonë, gjithë ulërasin, gjithë janë me nerva. Pastaj kam në hallin e Florit tonë. Kam frikë se mos ta arrestojnë. Më e keqja ndaj ato që dhe mund ta vrasin. Shiko, ti e mërzitur dhe çdo gjë të duket e zezë. Kam frikë mos ngri fizika. Pse nuk e përgatitur? Kam mësuar si s'kam mësuar gjithë natën bile. Nuk mund të asgjë. Shiko, orën tjetër ne e kemi pushim. Shkojmë të pimë një çaj tek kosa. Nuk e sigur do ta japim poshtë gjithë mundimin e këtyre viteve. Hajde tani mos u vasa se do qenë ashtu. Pastaj, sot prisja me një dhuratë. Aman edhe ti toni mundin për dhurata për surpriza e tamam.
deri para gjysmore që telefonova unë në shtëpi, policia nuk ishte ardhur. Ke ndonjë gjë që mund të na kompromentoj? Ndonjë armë, ndonjë dokument? Asgjë tjetër përveç pasaportës. Atë e ka mami. Duhet patjetër, Lola. Ajo dhe ato dollarë që ndash ditë. Po ku je? Si të t'i dërgoj? Ku? Si? Ti do t'i marrësh me vete dhe do të vish në takosh mua. Ku? Do të vi të marr dikush me makinë pra. Flori në Tiranë? Flasim kur të shihemi. Edhe mundohet t'ja marrësh pasaportën mamit patjetër. Po nuk më i hep Flori, e ke të falsifikuar, ka frikë mos të kapi. Vjedhje më. Po çfarë thua kështu? Un kam hall koke më. Flori, Në orën 4 do të vija i personi të marrë. e njohun atë? Nuk ka rëndësi, është miku im. Flori, Ika tani, aj çao. Flori. Lari. Si kalove? Ishte një aventurë e lezetshme. Ishte. Celulari. Alo. Po, unë jam. Po, dola, faleminderit. U shqetësua Zhuli. Këtu e kam. Është më e qetë tani. Do ta komendarë. Dakor. Miru pafshim. Ai? Po. Është një polic. Ha? Polic. Unë gjithë të shkalla jonë. Këtu ka për të ardhur. Se do vite këne? Mos e diskuto. Harove çfarë i tha Flori erës në telefon? Ka për të ardhur policia dhe për kontroll. Pasaport. E kam qeur këtu. Duhet hapur dera. E po hapet shpejt. Po, si kur ta hapësh ti. Mirë, e hapun. Jo, jo. Më mire hapun. Urdhoni. Urdhoni. Këto është familja Guri? Si urdhoni, unë jam Dorim Guri. Unë jam me shoqja. Ne në fakt po bëshim gati për dal. Çfarë kërkoni? Prokurorin ndeshëm. Aha, prokuror. Kush e kërkon? E don shefin. Më tha që ndodhet tek e motra. Ah, unë jam me motra. Unë jam Kurnati. Oh, ajde. Po ti çdo këtu. Për ju erdhën. Ju kërkon shefin. Na takova, faleminderit. Miru pafshi. Miru pafshi. Shqyr, s'pas ka marrë njeri. Ore, qëma si edhe rrotu? Fol Shqip. Si është puna? Puna është kështu që ata sot kanë nxjerrë fletën e arrestit për Florin edhe ai ishte në kërkim. Fletën e arrestit? Ka i thellë ka vajtur punën? Sipas deponimeve të atyre që janë brenda, ai tani ka dhe shumë akuza të tjera më të rënda. Po mirë, ti beson që janë të vërteta? Nuk e di, pa i dëgjuar të gjitha gjërat në goja e tij, nuk di se çfarë të them. Po, çfarë gjeti?
Mirë, ore, ti që aty brenda, s'mund të bësh ndonjë gjë për djalin. Çfarë të bëjmë? Unë kur u takova me të, ai nuk më tregoi asgjë. Wow. Durim, mos ka lidhje me këtë që arrestuan dimore? Me këtë drejtësi kishte emër ky Jare, ky bosi që është këtu si për nesh. Ai duket se është koka e gjithë kësaj pune. Mos është në një shumë më lartë. U e hëngër të mortja. Ai na e ka marrë në qafë djalin. Gjithatë ai u lirua. U lirua? Si u lirua? Ua, si u lirua, thot. Si lirojnë gjithë mafiosat, ka paguar para të madhe. Lirua si u lirua, unë nuk e di. Janë ca gjëra që ju duhet i kuptoni. Qa të kuptoj vetë? Lirohet një mafios nga burgu, e ti nuk në shpëton dot djalin e motës tënde. Ky është kulmin. Dale, mos me zjarë, prita marrim qetë njërë punë. Nuk e shetë që proskulla këput ky. Prito burë mosën e vrikos, se e patin dorë dhe nuk e bëri. Ti nuk je fare. Unë s'jam në këtë botë apo si e ti. Njeri, ta thash nuk di asgjë. Dua ta takoj patjetër, Flori. Shtë takosh ti, ma. Ti po e takove i vëhekur ata ti. Se ore, po ta takosh i do ta burgosësh djalit? Prokuror më është. Bëj filma ti bëj. Bëj film. I qeni prangat. Mund të shkoni. Je këtë vajzë. Jo. Po kjo u gjetë në cilëtarin tëndë, së bashku me disa fotografitë e tjera të vajzën. Fotot e vajzave të bukura janë hobi im, zotri. Mos e një gjë lesbike? Jo. Po, kush e ka fotografuar? Ai? Florian Guri. Florian Guri? Po. Ku banon kjo vajzë? Nuk e di. Po, të ishë mrapa. E gatshme. Nuk e di. Po, çfarë dite? Asgjë. Do kemi punë bashkë. Usta edhe 2 dopjo. Gjë me bolla, gjë, s'ka nevojë. Jero mos e diskutoj, më ka dhënë djali para për të pirë mi ka dhënë. Them drejtën edhe mu mi ishte tek keq për me pi sot e gjë. Jam i mërzitur shumë. Për filmin o? Jam qa filmi e bërëgat. Kam halë, gjem. Kam halë. Jetë drejtë, jetë qeni. Jetë mu t'i thuaj, po zoti e bëft mirë, a gëzuar. Hajde kësua që. Si shkon në të birët jenë në emigracion? Je më mirë. Ja punon në një fermë ati. Të një mondë një qika?
Nuk ka nga e mbanë edhe ai. Se la ajo. Djem të sotëm. Duro, po ti si e ke djalin se kam kohë që se kam parë? Se mos e kam parë unë. Pas ke një hatë. E pra, djem të sotëm. Ja gëzuar. Gëzuar. Më duke shumë e shqetësuar. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka ndodhur ndonjë gjë, po jam vërtet e shqetësuar. Kam një tension që s'po e kontrolloj dot. Më duket keq. Kush? Ai që po del nga makina. E kush është ky? Nuk e njoh. Është një shok i Florit e ka dërguar të më marrë. Më falni, më ka dërguar Flori. Po, një minutë lutem. Do të vini shpejt, që lutoni, zot banesh. Do të në, një minutë. Vërtet do shkosh me këtë tipin ti? Sigurisht, i vlla ka nevojë për mua. Po je sigurt që është shoku i vllajt tënd? Po, Flori më dha targën e makinës dhe është ajo. Nuk e di, mua më duket aventurë. S'kam ç'bëj Rugen. I vlla ka nevojë për mua. Jam me vetja nga familja që di diçka dhe mund të bëj diçka për të. Ti mund t'i zgjidhësh punët e tua si duash, po? Unë kam një parandinë të keqe. Të lutem, me parandinat të këqijat mos e fillojmë. Të paktën më telefono kur të kthehesh. Sigurisht. A do takohemi në mbrëmje? Po sigurisht që do të takohemi. Po ti mos u shqetëso, çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Lola. Më duket shumë njerëzore kjo që po bën. Është njerëzore. Ikem. Po ikem. Djem të sotëm. Hajde gëzuar. Gëzuar. Ja thash të gjitha ti timit. Ja numërova fije për pe. Nuk më qas në shtëpi. Nuk më gatuan, nuk më lanë, nuk më ndëron, më trajton si kafsh. Dëgjona. Po në gjojë, shes në gjojë. Në gjojë? I kërcyen ati e pastaj. Nuk i la gjë pa thënë. Po miro plak ma tofi thash vetes. Po ti qarë bën? Do t'i ndash. Mora qaketën. Dola. Herda vërdal në një orë. U këtheva në shtëpi se mendova se po rrihen. Qa po bënim? Po qa po bënim? Pra qa po bënim? Jo, po ma thuaj ti qa po bënim? Po thëshim. Po ndukeshi. E dia? Nga e diti e dia. Skenariu filmi, kinematografia moderne, puthen, nduken, rifen, nduken, puthen. O shkem kjo, shka? Ajo i thoshte, babaj më bje kot në qaf, unë kam jetën time, jam e re. Ky imi. Je, po ti bëj si kur nuk e t'i gjonë. A i plak matuf është i rjedhur. E më qenë. Hale kjo dynja, hale të nge gjo. Po jo si halli që të ndjek djelin në shpije. Rria gjem se ka dhe më keq. Nuk ka. Ka. Po s'ka, tani kur them unë s'ka. Po ka. Po nuk ka. Që, e ke gabim. Po gabim e ke ti. Për këtë një met që po ham këtu e ke gabim. Gabim e ke ti, s'ka më keq. E ke gabim. Jo. Ka edhe më keq. Jo. Ka. Jo. Ikëm djali fare nga shtëpia. Jo po vetë flen në shtëpi tjetër. Shtëpi tjetër, po ka shtëpi tjetër pa qira. Ose ikën çoni nga shtëpia, s'kthehet më fare. Pse ora djali yt? E pra, djem të sot. Ne jo qep se kam halt më thot. Kam halt më e kërkojnë. Policia. Mi kra e kërkon policia, në kra tjetër e kërkojnë ata që e futën në këtë valle. E pra, djem të sot. Këtë drejt. A pas ka keqe më keqe. Nuk di nga t'jam baj zi u njeri. Djem të sotëm. Djem të sotëm, më qenë.
mirë, po ti je zverdhur. Jo, nuk kam asgjë. Po pse më Flori e bëre këtë? Nuk është e vërtetë asgjë nga ato që thonë, edhe ato që më akuzojnë, e kupton? Po mirë, pse fshihesh atëherë? Se duan të më zhdukin ata. Ajo më ka ngatruar shumë keq. Po me atë si unë ngatrove. Po hiqë Lola dhe ti tani, si unë ngatrove me atë. Nuk e ke ide se çfarë përbind që është ajo, prandaj flet kështu. Po, andetën ti e çove një të Jo me shpirt, edhe prandaj dyshojnë që i kanë spionuar undajës. Ditën që ikur në Vlorë, unë nuk pranova. Po nga shtëpia si janë? Mami nuk është mirë fare, është bërë gjysmë njeriu, nuk ka, nuk pi, nuk i flitet me gojë. A ditë që ti morën telefon dhe mbyllë telefonin nuk bë keq fare. Po nuk mund të flisja me Lola, ti e kupton? E kuptoj. Po babi kush e di se më shanë? Edhe babi, po tepër e ka me Dajën. Të ka prerë fletën e arrestit prandaj. Ndërsa Daja nga ana vet thotë që nuk mund bëj asgjë për ty nëse nuk takohet direkt dhe nuk bisedon me ty. Nëse do takohet me mua, i duhet më arrestoj patjetër. Nuk e di çfarë them. Na jepja Dajës këtë. Kjo është një vajzë 16 vjeçare, banon tek ambulanca e madhe. Duan ta nisin shumë shpejt në Itali thuaj. Mund ta shpëtoj, nuk i dihet. E të mërshme. Parat i solla, Parat i solla. Mirë dhe pasaportin të lutem. Pasaportën nuk ta solla dos. Pse? E ka mami Flori dhe nuk ma jep. O Lola, e kupton që më duhet patjetër me Lola? Mos bërtit, është falco. Mami e di që është falco dhe ka frikë se po të kapën me ato mund të ndodhë më keq se kaq. Po më duhet më patjetër, nuk kam ku shkoj pa të. Po si t'ja bëj? Po vidhja më Lola, vidhja. Po ti do t'ikësh nga Shqipëria? Po do iki, ç'a të bëj këtu? Në këtë situatë që jam mund të rri këtu? Presh më mirë t'ikësh. Sala. Ju doni dini diçka për ndalimin tim polici. Në fakt nuk ishte ndalim, ishte thjesht një ngatrrësi, keq kuptim. Drejtësia në rastin Po ky çka që flyhet, sikur po del nga pallati brigadave. Po shoh. A dëgjoni çfarë po skaj? Mbasi në atë njoftimin e policisë për kapje trafikantesh mund të ketë diçka të vërtetë, por kjo nuk ka asnjë lidhje me mua. O zot, po ky reklam vetes po i bën? Ju si një nga biznesmenët e fuqishëm të vendit, keni shtuar pasurinë tuaj brenda një kohë të shkurtër. Në hetuesia ju pyetën për këtë apo vetëm për çështjet e kalimit të mallrave jashtë rregullave të doganës? Çfarë dëgjoni këtu? Këto horr. Po shoh pra ta dëgjojmë një herë. Siç ju thash, ishte thjesht një keq kuptim. Po drejtësia ka drejt që të pyes njerëzit sqarohet. Drejtësia duhet ndihmuar. Shifni këtë pushë, këtë mut, të maskara kjo mafioz. Ky që rrit lartër? Po ti që ke bërë tapore, që ke bërë zuzën, more që të bëfsha që shtë të them të ishala. Bëlla televizor se hyve farë. Po ne kemi hallin e djalit, more, po ndaluan mendja kokës edhe ti shkon e bësh lolo kafeneve. Po mbyllë pa të them. Sa pas ke piro, ba? Se, s'kam para. Ki ta nxjerr djalin me para, na burgu po të futet në burg. Si dolli ky. S'kam para. Jam i pafuqish. Jam keq. Zdi ç'bëhet, me kalabajt e mi, zdi ç'bëhet. Ku? Edhe prandaj që një bërë thumë zotrote që të nxjerrësh hallin e madh që ke, ha? Jo. Si ta vjen tu? Vetëm i tek e piva me gjemën vetëm. Aha. Me gjemën pas ke pirë? Se çka ka gjema? Se gjema, çka ka gjema? Njeri gjema, njeri unë. Djallë gjema, djallë unë. Mirë, Qa ka gjema? E morën vesh, pa hajde shtriu tani, flijo një orë dhe pastaj lafosemi. As kam pi me gjemën. Hajde, ku shkon? Se çka ka Na, ku shkon? Lëre të shishin në rakis. Lëre rakis, do pish më asnjë pik. Lëre po them. Lëre po them, duri, nuk të lë, më qafsh mua. Po lëre po them shishin në rakis. Asnjë tek s'ke për pirë. O shpirti duri. Hajde. Po nuk duroj dot o zëvër. Mirë. Hajde, fli, pak bëj një gjumë të mirë dhe pastaj lafos. Ska gjumë, iku gjumi. Ska gjumë, iku nderi, iku, u 10 mustaqet, ska një. Qetso, tani qetso. Hajde Xhan, hajde. Hajde se do të bëj një kafe të mirë. Cili babi ti batanin edhe padofla. Ke çfarë? Se çka ka gjema? Njeri gjema? S'del televizor gjema, horrat dali, mafiozët dali televizor. Gjema s'del televizor gjema. Mirë.
pëlqeva. Qa ke pëlqeva? Në mutët. Orrat. Ai du të mutët. Mjaft. Mos pëlqeva. E mirë dera. Shumë e mirë. Si tu duke ndërvisa? Sa i lirë shëmishe, sa i qetë, sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Pse ti mendon se ka ndodhur gjë? Mua më zuri të meri. Kurse unë isha i sigurt se do të ndodhte tamam kështu. E megjithatë, nga gjitha ajo zhurmë, një njëll do të mbetet apo jo? Përkundrazi. Për mua kjo është tregtam. Kjo më bën të duke më interesant në sytë e njerëzve, më intrigues. Gjithashtu është një lloj imuniteti ndaj asaj ngjarje që ndodhi. Është si një vaksinë që bëhet për imunitet. Po sikur ajo Didi atje në Tusi. Didi e di mirë se çfarë do të thotë. Jo, unë them, po ta dënojnë ajo për të shpëtuar do të flas apo jo? Ajo do të marrë një dënim simbolik. Thjesht për një pistolet që i kanë kapur pa leje. Që ne do justifikojmë se ishte vetëm për vetëmbrojtje. Edhe ajo do të lirohet shumë shpejt. Po Flori ai komshiu ynë. Ai po. Nuk na rrezikoj vërtet. Do ta kapin? Mendoj se përpara se ta kapin mund të gjendet në një zgjidhje tjetër. Ndonjë, çfarë ndonjë? Me këto punë merren të tjerë. Gëzuar. Mere pi aspirin. Na dhe ujnë. Me mbrëma, çfarë ka babi, është smur? Babi ka pirë 2-3 gota dhe i dhëm koka, po ti, pse o vënë kaq shumë? Na bëhen merak një telefon nuk mund të bëje? Ama no ma qa zakoni që kini, sikur është kalama kjo. Nuk është kalamasa, jo as ti. Po ne tani dhe Ferra na bëhet Brahim, merakosemi. Mami ka drejt. Isha tek Flori. Qa themaj? Flori. Po ku është djali më? Çfarë bën? Çfarë thot? Mirë është, mami, mirë. Po ku është futur? Pse nuk vjen në shtëpi? Se ka frikë, babi. Në takove ti? Po. Ishte pak i zverdhur, po kështu mirë ishte. Ose kishim plagosur gjë? Jo, mami, jo, për ty e kishte marrë malli. Apo, daj, mos do moshe. Kjo e ka sjell me vete, unë jam mjeku. Ku është? Ku është? Nuk e di. Kam përshtypjen që më çuan në një shtëpi në periferi. Nuk e di. Shtëpi, po ç'bënte ti? Çfarë thoshe? Çfarë ndon? Qa të thotë, ka gojë të flasë surrati ti? Po ti më si shkon me makina me njerëz të banjohë? Mirë thot babi. Ti e krisur, që janë të aventura që bënë? Kishte marrë malli pra? Çfarë donte Flori? Çfarë donte? Djali kërkonte pasaportën, mami, që ke di. Pasaportën? Ajo është pasaport falsë. Nuk e di, unë ati i duhet. Dhe mi e mora dhe shpse kërkonte pasaport falsë. A i kërkon të rakizat. Ku është futur? Ku
Ku është futur, mor, qa bën, mor, se për zotin me duart e mia do ta qoj detën polici! Horri! Po mbyllë dhe ti e thyej qafën. Po dorzoke me duart e tua në polici. Rimu sa çmend tani. Të çmendesh e të luash fare, se ti e ke llasuar. O ba, Po me po. Se kur I flisja unë, kjo mbante anën e ti, ma akrej mua. Urdo tani, urdo. o babi të lutem mos bërtit. Unë e pas kam fajin, ha? Po dojmë mos se gjitha fajt në këtë shtëpi I kam vetëm unë. Kurse ti na ndritet I me sjellën tënde. Se dojmë mos. Dën që ta mbaj afër, të shikoje ku shkonte ky djalë, me kë shoqëroi, çfarë bënte. Rri dhe më shkruaj skenar zotrotë nëpër kafenë e Gamjezit deri në darkë. Se do ta bësh film dhe do ta ishte histori ti. Të rënd pika me gjithë filmin. Ke gojë dhe vërtet pale. Në këtë shtëpi të bërtasësh e të ulërishësh pak. Kanë për ta vrarë atë, Do thaft goja të thaft. Ata që e futën në këtë rrugë do ta vrashin. Të vrafshin ty inshallah. O babi, po rri tani, ulu aty. Do thonë njerëzit çka këta që bërtasin, ulu. Alo. Mbroma, nga Italia ju flas. Nga Italia? Po. Alo, kush jeti? Era Andeta jam. Andeta? Po ku je? Po flas nga Italia. Arita mirë. Po, e mora vesh. Jam shkëlqyeshëm. Po ti nuk mund ta marrësh dot me mend. A mund të telefonosh pak në shtëpinë time dhe tu thuash që Po pse nuk I telefonon vet? babai më mbylli telefonin. Jo, unë nuk shkoj atje. Babi yt erdhi këtu e na bëri namin, na tha trafikant, mafios, çfarë nuk na tha. Po mbyllë më telefon, ne po na luan te peleku I kokës time telefon, mbyllë them. Po pusho, ba pusho. Po dëgjon ti apo jo? Bjerek. Na me ku shkon? Ku shkon se është natë për jashta? Era! Rrit këtu, do që manduri. Era! Era! Çfarë ka ndodhur? Asnjë gjë nuk kam tonë. Po fol pra se nuk je si herët e tjera. E di se është puna mua dhe këtu ku më tholle nuk më pëlqen. Nuk më hyn asgjë në sy. Unë nuk rri dot, më do çaj. Era prit. Era ku shkon? Po pse e ka qenë nervozuar? Lutem ma thuaj. Ai kupton që shtëpinë ton ka rënë bomba, të gjithë ulërasin, të gjithë gërthasin. Po dal. Të gjithë janë me nerva. Kisha nevojë për ajër, doja të dilja, doja të merja frym, doja një njerëz që të mbështetesha. Shiko. Toni mos më fol. Do thash doja një njerëz që të mbështetesha dhe ky njerëz jeti. Prandaj të lutem më përqafo dhe më shtrëngo fort. Të kam gjetur një klient. Çfarë klienti? Është njëri që do një apartament. E qira? Po është difushja ma. Sa do, një kuzhinë? Nuk ka rëndësi. Si s'ka rëndësi? Edhe qiraja bile nuk ka rëndësi. Paguani, nuk e qanë kokë. Ky dikush I për të banuar vete do? Jo, e do për të luajtur futboll, po ty ç'të duhet, ti do marrësh parat. Sa vë? Ha. Nësë është nëjë që ke ngatruar kjo po? Ama që ja fut kotë dhe ti të një. Se mos ka nëjë pislë? Duro. Ha. E kupton që ai është politikan. Thitha pra, thitha e mora vesh. Prandaj edhe s'po më mban. Ke frikë, Ke frikë se mos bëndë një mbledhje ilegale. E mos thurin ndonjë komplotë të akuzojnë që I ke strehuar ti. Kush po çan pithën për mbledhje, po them se mos është në punë droge, në punë kurvullëqesh. Kontraband. Si të duash? Si të duash ti? Këtë muaj. E di. Ma unet. Lajmëruam. Nuk do të nisem pa njoftuar. Shikoj njëra ata njerëz që ke rreth te. Nuk kam dyshim tek asnjëri.
Vetëm tek ai fëmijë im, Florian Guri, po ai di shumë pak. Megjithatë, po e kërkojmë. Je shumë shpejt, u lodhe. Jo. Po jem mbytur ndjerës. Nuk ka gjë. Dua ta harroj gjithë atë që ndodhi në shtëpi. Dua të zbraz të gjitha. Ka që jashtëzakonshme është gjendja në shtëpinë tuaj? Ndase nuk është gjë që jashtëzakonshme, por ata harrojnë që ne kemi jetën tonë. Unë dua të gëzoj jetën time toni, kupton apo jo? Prandaj mbau forcë do t'i jap gaz të mbaj këmba. Mami, pashaportën e Flori duhet ma japësh patjetër. Ta thash jo dhe mos e diskuto këtë punë. Ai është në rrezik koke, kupton ti apo nuk kupton? Po çfarë duhet të bëj? Ti jap një pasaport falso me duart e mia? Ë? Po. Ta shtoj me duart e mia drejt një rreziku akoma më të madh. Të shtoj më shumë fajet. Të shtoj më shumë dënimin. Ta çoj me duart e mia drejt të vdekjes. Po grisat pasaport zhduke, digje fare. Çkini. Hajde betim, hajde. Ja, nipi yt. Kërkon pasaport që të kshaj ferrën. Çfarë pasaporti? Është një pasaport falso e tia, e kjo kërkon t'ja qojë atje ku është fshehur. E ke takuar ti Florin? Po. Ku? Nuk tregon. Jemi familje besnike, ne ruajmë sekretin, nuk tradhtojmë. Babi unë më pash fjallë. Ti duhet të takosh Flori. Ta takoj unë. Keq që në motër. Shko takoj e djalin sa pa bërë në një hatat madhe. Mira, po ku ta gjej? Po e di kjo pra kush fshehur. Ku e takoj? Da e kupton ti apo nuk kupton? Nuk tregon. Ajo do tregoj se s'bën. Kemi hallin e djalin e duhet ta ndihmojmë. Edhe unë kërkova që takoj me Dajën. Është të tha? Ka frikë. Ka frikë. Ka frikë nga Daja vet? Ai ka përpranuar se do. Si mund të po? Hiç personi shpallur në kërkim, kupton dhe me? Ose bashkëpunoj për zbuluar të gjithë rrjetin. Lecohet ai. Nuk mund të ndihmoj atë që të shkojë nga dënimi e të bëhem bashkëpunëtor me te, kupton apo?